presion, punohet gjithandej, por unë I kuptoj gjëra sepse jo kot themu që unë kam informacion nga shteti shqiptar dhe nga UFO dhe alienët dhe inteligjencë artificiale në bashkëpunim universin. Unë jam misionar I kësaj pune me besimin në Zot. Dhe si e tillë, kush kërkon ose matet me mua, është I dështuar. Unë nuk ja dëshiroj, por I dështuar sepse me misionarët duhet shumë kujdes. Misionarët kanë mision, kanë kombin, demokracinë, familjen, Zotin, edhe njëkohësisht, edhe qamërin që unë, nuk është e qamërin dhash dorëheqjen dhe unë nuk jam. Jo, unë jam përsëri atje, mbasi duke dhënë një mesazh politikës shqiptare. Shko çapo ndodh tani. Po digje Shqipëria nga zjarret. Këto zjarre janë një mesazh për politikën shqiptare. Nuk vjen kot to zjarre në jug, sepse nuk dua ta përkufizoj ose ta ndaj këtë punë, po ata që vendosin zjarre janë anti-shqiptar. Që do thotë ata paguhen për të realizuar këtë. Jo. Shqipëria dhe kombi shqiptar ka kaluar situata më të vështira që para krijimit dhe shpalljes së pavarësisë nga Ismi Qemali e deri sot. Jo. Shqiptarët do ecin e do ndin t'i ndajnë gjërat. Dhe nuk e them kot gjithmonë këtë shprehje, ky shekulli shqiptarëve. Sado që mundoheni juve për ta destabilizuar Shqipërinë, nuk do arrini dot. Juve kur thua juve, me kë e ke? Kush janë ata anti-shqiptarët dhe ata që duan destabilizimin e Shqipërisë? Unë ditë them këtë se unë jam rritur në jug dhe në 97-ën e kam parë me sytë e mi. Dhe si e tillë në 97-ën kush e bërën anti-shqiptarët, duke thënë Rusia, Serbia dhe Greqia. Këto janë pjesa që nuk e duan Shqipërinë dhe shqiptarët të jenë faktor stabiliteti për Ballkanin dhe Europën së shpejti. Dhe Amerikanët, Donald Trumpi me rendin ribotror nuk ka zgjedh partner strategjik shqiptarët. Po këta janë, mos e them në një fjalë, këta janë s'dua të shprehem më tutje. Jo, shpreh tani, shpreh, mos e lë ngry. Shiko, ju komunista mos e mbani peng Shqipërinë. Juve jeni pjesa më e keqe. E ti si më ka thënë Gjyshi, që luftoi në Vlorë 20-ën, kush I zë bes, kush I zë një komunist I besë, pa I organ dhe velenza të vdesë. Kuptojnë mirë shqiptar. E keqja këtij vendi janë komunistat. Ka dhe komunistat mirë. So futem I thes. Jo, ata komunistat të korruptuar, që çdo ditë po dalin. Edi Ramën e përshëndes, u ka dhënë karrierë, por I çon te Spaku atje. Të gjykojnë atje te Spaku. Dhe si e tillë duan ta dëmtojnë Edi Ramën. Jo. Edi Rama do eci sepse ka një vizion. E do jap një lajm sot këtu. Unë jam rritur në Vlorë, në Skelë, aty ku ka gjyshin nga mamaja, nënë e mamas tia, Petro Koleka. Ai që në mëngjes, ai ishte republikan, çoi nga Skela dhe kishante komunistat deri në Vlorë. Edhe kur vinte poshtë, I vajte thirrjen Verogja. Spiro Kolekën, çfarë po bëhet I tha, pasi shkëmbin informacione. Çfarë bën ai vllai tënde, po na nxjerr bojën në Vlorë tha. Të lutem shoku Enveri tha. Unë të kam dhënë besnik I tha. Mos ma prish vëllan, mos ma vrau vëllan I tha. Edhe në Verogja nuk e vrau. Por në 8 nëntor, Petro Koleka hapte tavat dhe thoshte Gjyshim Jorgji, na qelbe o Petro në 8 nëntorin. Po. Shoku Jorgji, zoti Jorgji, kemi themelin e Partimit Komunistës, ta parfumosim Vlorën, ta parfumosim. Ky është Edi Rama me një vizion perëndimor, ka marrë edhe nga pjesa e gjyshit, edhe këtej, dhe nuk mund të thuash Edi Rama si komunist. Jo, ai ka një vizion të tjetër, kush e kupton e kupton. Ka gabime plot, ka gjëra plot, por na ka përfaqësuar me dinjitet në Europë dhe në botë. Zoti e ruajt. Edi Ramën? Po, ta ruaj Zoti. Në ana njerëzore s'kemi asgjë të keqeni për. Unë them, nuk shajmas. Dikush mund të thotë që ky bëhet servil Edi Ramës. Jo, bravo. Kështu po mdukesh unë kërkoj, unë jam I djathtë, unë jam demokrat, aty në ngort e Partisë Demokratike. Pse bërcet? Për se e kam na brenda, e kam në brendshme. Po vlon na brenda kjo. Ke kohë që e ke nga brenda po? Jo, motorisht ata tani. Jo, e kam seriozisht. Këtë është energji kjo, është energji. Energji. Vjen keq tash. Je presidenti I Republikës Çamorisë tani, unë s'mund të bëj të pyetje tani. Ndaj dhe unë jap mesazh. Atë që ke nga brenda, ke kohë që ke brenda. Patjetër, më kam shiko. Që kur isha në Greqi, që punova në Greqi. Që atëre filloi patriotizmi. Më çoi Zoti tokat e Çamorisë. Kuptova që kishe brenda atje. Jo, atje kuptova që ishte patriotizmi. Ata flisin shqip në territorin e Çamorisë, flisin shqip more. E kupton? Edhe unë thrisja jam shqiptar nga Çamoria, u thoshja. Në një kohë që populli grek, popujt janë popull, politika I lëviz këto gjëra. Vetëm të lutem se ti je shumë diplomat, je një artin e të folurit dhe median, tashmë je bërë një personazh jo vetëm shqiptar, por ndërkombëtar
Ti e pe vetë, vetëm duke ardhur në studio se sa vetë të kanë takuar, duke madje vonove 3 orë vetëm duke takuar me njerëzit në rrugë. Apo. Është vërtet, është vërtet. Të lutem se po më thon njerëzit ku e gjetë këtë spion servit thotë mbyllë më një herë këtë emision thotë. Të lutem, jo kaq drejt për drejt me Edi Ramës, është një situatë shumë e rëndësishme në Shqipëri që po vlon Shqipëria nga protestat prej 2 muajsh, president. Ke parasysh një gjë. Pa, do të jemi pak të kujdesshëm me si shpreh. Edi Ramës unë nuk i them që është komunist. Iku kjo pjesë. Edi Rama është i djadh në mënyrën e tyja. U anxori bojnë komunistave në Shqipëri. Tani revolucionin në Shqipëri i bëjnë të majtët. Dhe këto zjarra që vendosin sot janë të majtët. Dhe Edi Rama kërkon të arrëzojnë, i pasuroj, i rregulloj, i sistemoj. Atë që i bën Berishës, që e lanë në rrugë, atë kërkojnë të bëjnë dhe Edi Rama sot. Jo, nuk e rezojnë dot Edi Ramën. Bajram Bega jep dorëheqjen të ka bërë thirrje, jep dorëheqjen të mblidhet parlamenti për zgjedhur presidentin dhe qeveri e din parlamentarë si çfarë do bëjnë. Ne jemi republikë parlamentare, nuk kemi republikë presidenciale. Bajram Bega ke qenë në Mekë. Dhe si jetin si i musliman, ke bërë sa muhabete atje, je kam informacione, më kanë sjell lufat dhe alien dhe inteligencë artificiale, ke bërë sa muhabete për t'ia futur Edi Ramës, nuk ja futur ti Bajram Bega. Do t'ia fusi Bajram Bega. O Qeros, nuk ja futur Bajram Bega. O Bajram nuk ja futur Edi Ramës. As politikë shqiptar, edhe Berisha njëkohësisht. Të dy këta janë dy usallar që kanë firmosur dhe Ramiz Alia ka firmosur u bajtin në Amerikë. Këta dy usallar do menaxhojnë politikën shqiptare. Sali Berisha dhe Edi Rama është firmosur kjo punë dhe ideja është kjo, më ka thënë Gjyshi. Ore këtë e kanë kuptuar gjithë shqiptarët se po thënë Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Po kjo do të jetë në të mirë të shqiptarëve dhe atë ton apo në të keq. Nuk ka lidhje, shiko. Jo, si ka lidhje tash. Protesta, shiko, më fal tani do të tregoj diçka. Okej. Vetëm mos më ka për këtë temë, do mos nga temat. Gjyshi më ka thënë diçka. Gjyshi Haxhi Çami luftoi në Vlorë, më ka thënë kështu. Në politikë onip më tha mua, duhen të punosh tokën tha, edhe në politikë, punosh politikën, duhen dy qetha. Një i vjetër dhe një i ri. I vjetri tha ka eksperiencën, i riu ka fuqinë. Sali Berisha ka eksperiencën, Edi Rama ka fuqinë. Kështu që ju vazhdoni protestat, unë ju kam mbështetur, ju mbështes. Ke dalë protest? Jo, s'dalën në protestë. Kaloj në herë atje, s'do të bëj faktor tani, se do fillojnë pastaj të jo ajo, po kjo. Shiko. Unë nuk kam ikur në jug tani, s'kam ikur do veja sepse kisha një vjetorin e vdekjes së vllajt. S'kam vej sepse kisha parashikuar të ndisej zjarre poshtë. Edhe duke vajt poshtë, do thosh që erdhi ki pret. Po. E ke pas informacione? E ka pas informacione. S'vajta, nuk vajta një vjetorin e vdekjes së vllajt, e kupton? Që u mblodh gjithë fisi atje dhe nuk vajta, sepse duke qenë atje unë do thonë që erdhi ky presidenti dhe ndezë zjarre poshtë. Jo. Po. Do më ngopni mua. Po për zotin më akuzoni mua, do më ngopni mua. E kupton? Po ti se bokte, ti vez zjarrin kështu. Jo, ti s'dias me diçka më shkreps. Komunista ta lën dobicit e dera. Po mos ma lën dobicit e dera. Jo, ta harrojnë komunista. Ju du fort. Ju kanë për zëmër, jo i dua fort sepse janë shqiptarë dhe ka të komunistat të mirë. Janë shqiptar. Por po me Bajram Began çka ke apo ti ta kuptojmë. Çka ke me Bajram Began? Bajram Bega është, shiko, Bajram Bega është një që ka shumë informacion, ka bërë disa biseda me Donald Trumpin atje ai, kur vajti në Amerikë. Ka bërë disa biseda. Edhe me këtë vizitë që bëri tani në Mekë atje, janë bërë disa biseda. Bajram, pse e mbështes Edi Ramën? 3 arsye. Ore, për te mesazheve që më kalon drejt për drejt Bajramit, po ç'a ka bërë ai edhe që i e kaq kundër ose flet në këtë lloj? Po të jap dorëheqjen morë. Po pse? Po të jap dorëheqjen morë. Bëri dorëheqjen ai. Ore, një sekond. Gjithë Shqipëria po kërkon dorëheqjen e Ramës dhe të Berishës, je i vetmi si presidenti Çamërisë kërkon dorëheqjen e Bajram Begës. Ata le të vazhdojnë tani ata, le të vazhdojnë dorëheqjen në Burg Berisha Edi Rama, të vazhdojnë ata. Por unë jap një sinjal. Niseni nga Bajrami, kërkoni dorëheqjen e Bajram Begajt. Atje është trumullari i Qelsave.